si që jeni ti pa këto mbeturinat, mos këtini se ku marrë në Bangladesh, ha? Pa ajo që më plasë shpirtin, se pse na shqiptarët, me kanë që ka shpizë be, shif. Kanë ardhë dhe KFC kanë hangër që tu, e në shif ku i kanë lanë, be mos e hangëshin, ha, gjam ma qingni, qa s'ka, zot i madhë qa kanë abon këto. Uj, zot, ha. Nuk ju thash se ku jam, vetëm mu kalzo pamjen, se në qarvin, shi kanë ardhë me pjata, i kanë hangër, kanë poj, janë knaq. Pa e dini pse vojnë këto me hangër, me poj, e lonë venin që të fargjendje, sepse këto ka një pamje magjike, një pamje fantastike, jam në zonën e opojës, vini, o, zoti ma gjithë kanë abon këto i nerte, dhe ka pamjen ma të bukur të Prizrenit. Këto është Prizreni këtë. Rafshja Prizrenit, shife. Edhe këto pika ma strategjike, ku njërë kjo panoram, ka që mrekullueshme, nuk e di bre ku ta gjensh me një vend të botës me po qëtë pamje, e me ndot në qëtë farfeje, veç shqiptarët e bëjnë qëta. Turpi u muloft, e lomi, e që të mbetjet që i kini lanë u mbulofshin ma zi se sa e kini mbulu qëtë venin ma të mrekullueshëm, ku zbret për jo poje, ku vend për me zbrit për Prizren, faqe e zezu koft, ku tjeni, se me kanë me nëj vend jashtë, që to do t'ishte prall do t'ishte, bre, turp u koft, edhe për institucionet që s'marin masa me ardhë, me sistemu, me pastru që t'ven, me mirmaj që t'ven, sepse njështë mull që to me vonë një stëll për mull, me pa që t'pamje të mrekullueshme të Prizrenit, që veç na e ndotim që ta mërë zot ju vraft, ha.